Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në këtë edicion informativ. Mirëmbrëma, ndërtitullit kryesor të revistës televizive do të ndiqni. Kreu i KQZ Iliran Celibashi shpjegon se numri i zarfeve të diasporës është më i ulët se ai fletëve të votimit, jep të dhënat zyrtare të votuesve nga jashtë, opozita ndërkohë kërkon auditim për votat e Greqisë. Celibashi deklaron nëse verifikohen shkelje mund të quhen të pavlefshme. Pas 7 muajsh zvarritje, gjykata e posaçme vendos të kalojë dosjen Partizani për gjykim. Berisha dhe Maltezi do të përballen në gjykatë me akuzat e SPAK. Ish kryebashkiaku i Kukësit lirohet nga burgu para afatit të dhënë nga gjykata, apeli e nxjerr me arsyetimin se gjendja shëndetësore e Safet Gjicit është e rënduar. 2 orë telefonat mes Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin. Trump i kërkon armëpushimin me Ukrainën, mediat ruse shprehen se Putin është në favor të një zgjidhjeje paqësore. Euro Under 17 nis kompeticionin e shumëpritur në Shqipëri, Kuqezin të humbasi në përballjen e parë me Portugalin 4-0. Kampionati do të transmetohet në ekranin e radio-televizionit shqiptar. Kjo është revista televizive, nisim tani më gjerësisht. Vota e diasporës është kontestuar më shumë nga opozita. Gjatë numërimit, duke se ka rezultuar më shumë fletë votimi se sa zarfe, megjithatë këtij fenomeni i jep shpjegim kryekomisioneri Iliran Celibashi. Dhe në fakt në konferencën për mediat, kryekomisioneri është përgjigjur pyetjes gazetarëve nëse votat e Greqisë ekziston një mundësi që ato të quhen të pavlefshme. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka kërkuar auditim për votën e emigrantëve. Iliran Celibashi ka bërë të ditur se votat e diasporës kanë mbërritur në vend vetëm përmes shërbimit postar. Ka qenë ky një reagim për akuzat e Partisë Demokratike sipas së cilës shumë zarfe me votat të diasporës kanë mbërritur nga kompani të nënkontraktuara, madje edhe dorazi në KQZ, veçanërisht ato të Greqisë. Janë zarfe të DHL-s, por nuk kanë ardhur nëpërmjet rrugës normale, të themi, kanë ardhur nëpërmjet shërbimit postar të një operatori tjetër postar, përfshi edhe Postën Shqiptare, por edhe shërbim tjetër postar. Po si zarfe, janë zarfe të DL-s. Kryekomisioneri Celibashi tha se procesi po vijon normalisht, ndërsa ju referua parashikimeve të ligjit nëse verifikohet shkelja e tij, ashtu si kundër pretendon opozita për votat e mbërritura nga Greqia. Nëse verifikohen shkeljet e ligjit dhe nëse shkeljet e ligjit janë të tilla që ndikojnë në rezultat, çdo lloj votimi mund të shpallet i pavlefshëm. Por Partia Demokratike, e cila e quan të manipuluar procesin, kërkon auditim me ekspert të pavarur. I kërkojmë zyrtarisht Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kryerjen e një auditit plot me ekspert të pavarur për të gjitha hapat e këtij procesi të korruptuar deri në palc, duke filluar nga regjistrimi i zgjedhësve, nga prodhimi i fletës votimit, nga çdo hap tjetër i administrimit të fletës së mbërritur për votimin e diasporës nga jashtë. Gjithashtu PD kërkon që KQZ të mos nxjerrë asnjë rezultat për diasporën deri kur auditi i pavarur të bëjë transparencën, tha Kaso. Numërimi i votave për diasporën ndërkohë është drejt fundit dhe ishte përcaktues për garën mes kandidatëve të listës së Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Olta Xhaçka është drejt fitimit mandatit përballë Blerina Gjylametit. Kjo e fundit ka depozituar një kërkesë pranë KQZ-s ku kërkon pamjet filmike të numërimit të votave në të gjithë qarkun e Tiranës. Pamjet e kërkuara do të përdoren vetëm për qëllime verifikimi dhe brenda kuadrit ligjor, duke respektuar të gjitha procedurat e kërkuara nga kuadri ligjor në fuqi, shkruan Gjylameti. Deri tani, kur kanë mbetur më pak se 8.000 zarfe nga diaspora pa u numëruar, Gjylameti qëndron pas Olta Xhaçkës me rreth 100 vota, duke mbetur jashtë listës së fituesve. Nga ana tjetër në Partinë Demokratike, panorama e garës mes Jurita Tabaku dhe Ilir Ali Mehmetit duket më e qartë. Tabaku ka siguruar një kapërcim të ndjeshëm votash në krahasim me Ali Mehmetin. Partitë e vogla marrin më shumë vota, por që janë përkthyer më pak mandate të përfaqësuara në kuvend. Sipas politologut Ermal Asimja, sistemi zgjedhor vijon të favorizojë partitë e mëdha. Megjithatë, ai thekson se disa prej tyre pritet të kenë ndikim në debatet dhe vendimarrjet parlamentare.
Në këto zgjedhje partitë e vogla kanë marrë një numër të konsiderueshëm votash preferenciale, ndonse ky rezultat nuk është përkthyer në një numër të barabartë mandatesh në kuvend. Politologu Ermal Hasimia thekson se sistemi zgjedhor aktual është ndërtuar në mënyrë të tillë që favorizon partitë të mëdha, duke i lënë të voglat në një pozitë më të pafavorshme për përfaqësim të drejtë. Partitë vetë nuk kanë bërë ndonjë gabim. Kanë bërë fushatën e tyre, fushata ka qenë shumë e suksesshme në mbledhjen e votave, sepse praktikisht janë futur kundër një sistemi të tërë që i penalizonte, kundër ligjit zgjedhor miratuar nga PS-ja dhe PD-ja pikërisht për t'i penguar. Ndërkohë që këto parti ju është dashur që të zhvillojnë fushatat e tyre kundër ligjit elektoral, praktikisht që i penalizon, dhe nga ana tjetër pak të lloj mbështetje gjigande që i jep shteti. Megjithatë, pavarësisht kësaj, disa nga partitë e vogla do të kenë përfaqësim në parlament me përjashtim të koalicionit Euroatlantik, i cili nuk arritet të sigurojë asnjë mandat. Sipas Hasimes, këto parti mund të luajnë një rol të rëndësishëm në kuvend duke ndikuar në diskutimet dhe vendimarrjet politike. Në këtë parlament, ndikimi i tyre do të jetë i rëndësishëm, sepse ashtu siç e ka treguar për shembull rasti i Agronshehit, ku ka denoncuar skandale për të cilat edhe vetë PD-ja e ka mbyllur gojën, jo më PS-ja pastaj. Kështu që në këtë aspekt prania e tyre është e rëndësishme. Dhe së dyti është mbi të gjitha hapi i parë, tani që u hoq kjo ideja, perceptimi që vota për këto parti është votë e hedhur dëm, nuk do të prodhoj deputet. Po si do të jetë përfaqësimi i partive të vogla dhe çfarë ndikimi do të sjellë? Me 4 deputet, praktikisht 2 partia mundësia, 1 Lëvizje Bashke dhe 1 Nisma Shqipëria bëhet, është një arritje shumë e madhe, sepse e kanë thyrë këtë lloj përpjekje, këtë lloj dige për t'i penguar që të futen në parlament. Mbi të gjitha kanë thyrë atë perceptimin që kur voton për partitë e reja të vogla, vota jote shkon kot. Ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, këtë herë votuesit kanë treguar një prirje të qartë për të mbështetur edhe partitë më të vogla, duke shprehur kështu besimin te politika dhe strategjitë që ato propozojnë. Ky ndryshim në sjelljen elektorale shihet si një hap pozitiv drejt një demokracie më përfaqësuese dhe gjithëpërfshirëse. Edhe pse ende nuk është shpandur rezultati zyrtar në parlamentin e ri dal nga zgjedhjet e 11 maj, do të ketë politikanë të vjetër që do t'i mungojnë sallës. Materiali në vijim na njeh me disa prej emrave të rinj të cilët hynë këtë herë në parlament. Procesi zgjedhor i 11 majit ka përfunduar dhe tashmë janë përcaktuar fituesit, ndërkohë që ende po numërohet vota preferenciale e diasporës. Panorama re e kuvendit të Shqipërisë ka filluar të qartësohet. Partia Socialiste fitoi zgjedhjet me 83 mandate. Në listat e hapura të kësaj force politike, Blendi Gonxhaj, ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, rezulton kandidati më i votuar në rang kombëtar me mbi 21.000 vota preferenciale. Pas tij renditet deputeti Erion Braçe me mbi 20.000 vota, ndërsa të tjerë emra të spikatur nga radhët e Partisë Socialiste janë Arket Balla në Durrës dhe Sara Mile në Elbasan, të dy me mbi 18.000 vota, duke hyrë në kuvend nga pozicione jo të sigurta. Në radhët e koalicionit opozitar, Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Jorida Tabaku është kandidatja më e votuar me mbi 19.000 vota. Ajo është njëherësh dhe kandidatja grua më e votuar në rang vendin, ndjekur nga kandidati Ilir Ali Mehmeti me mbi 16.000 vota. Ndonësi i dyti më i votuar në radhët e Partisë Demokratike, mbeti jashtë kuvendit të Shqipërisë. Ilir Meta renditet i treti kandidat më i votuar në radhët e koalicionit Partia Demokratike Shqipëria Madhështore dhe nuk mund të hyjë në kuvendin e Shqipërisë, edhe sikur të dorëhiqen dy kandidatet e tjerë të Partisë së Lirisë, Tedi Blushi dhe Erisa Xhixho, të cilët siguruan mandatin e tyre nga listat e mbyllura. Në radhët e Partisë Demokratike, një nga emrat më të rinj që i bashkohet në kuvend është Besar Xhaferi, i cili u zgjodh deputet për herë të parë. Si kundër në radhët e opozitës, ashtu edhe në Partinë Socialiste, disa nga figurat më të rëndësishme nuk arritën të fitojnë mjaftueshëm vota për të kapur mandatin e deputetit. Midis tyre, Pandeli Majko, Mimi Kodheli, Arben Plumbi, Klotilda Bushka, Ermonela Felaj, Plaren Drecaj, Toni Gogu, Etjen Xhafaj dhe Etilda Gjonaj. Ndërsa presin me ankth votën preferenciale të diasporës Gjemal Çefalia, i cili konkuron kok më kok me Orlando Rakipin dhe Olta Xhashka me Blerina Gjulametin. Sa i takon votave preferenciale, 65 kandidat nga parti të ndryshme nuk morën asnjë vot, shumica tyre u përkasin partive të vogla. Vota preferenciale e diasporës këtë vit pati fuqi të madhe për të përmbysur listat, siç ndodhi në Kukës me kandidatin e Partisë Demokratike, Isuf Çela, i cili mundi shkëlqim shehun.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kreun e SPAK Altin Dumani se ka mbrojtur sipas tij manipulimet e zgjedhjeve të 11 majit. Bindjen se rezultati i zgjedhjeve të 11 majit është deformuar, kryedemokrati Sali Berisha e shpreu edhe në SPAK. I pranishëm në këto ambiente për shkak të vendimit për detyrimin e paraqitjes, Berisha shfrytëzoi si mundësi për t'i lënë shënim kreut të SPAK Dumani se është i përfshirë në krim zgjedhor, duke e mbrojtur atë. Qëndrimi mbrojtës ndaj krimit elektoral i Altin Dumanit përbën një krim të rënd antikushtetues në shërbim të narkoshtetit dhe kreut të tij Edi Rama. Janë 15 kallëzime për krim zgjedhor të depozituara në SPAK nga Partia Demokratike, tha Berisha, por ky institucion si instrument në duart e qeverisë nuk ka bërë asnjë hetim, tha kreu demokrat. Mjafton të shohësh rezultatet e votave të diasporës, thot Berisha, për të kuptuar në thelb masakrën zgjedhore. Diaspora ka votuar masivisht për Partinë Demokratike. Kutit e votave dhe votimi i tyre është fund e krye manipuluar, një lloj si në Koren e Veriut apo në diktaturën hoxhiste dikur. Partia Demokratike, tha Berisha, do të vijojë betejën për të rikthyer në vend institucionin e votës së lirë. Unë vazhdoj betejën kundër kësaj vjedhje më monstruoze në historinë e zgjedhjeve pluraliste. Do ta çelni apo jo Sanxhen, ju takon juve ta hapni. Nuk do mund të ndodhë ndonjëherë ajo. Demokratët, tha Berisha, do të bëjnë avokatin e votës së lirë në çdo kancelarin ndërkombëtare, pasi disponojnë prova për të faktuar sipas tij farsën e 11 majit. Kreu i SPAK Altin Dumani kritikon propozimet e qeverisë për drejtësinë, ku pjesë është edhe ngritja e një strukture të re mbikëqyrëse ndaj SPAK. Ai cilësoi rekomandimet e qeverisë si të paplota, pa analiza dhe të vështira për të zbatuar në praktikë. Drejtuesi i SPAK Altin Dumani nuk është dakord me ministrin e drejtësisë Ulsi Manja për propozimin e Këshillit të Ministrave për ngritjen e një strukture të re për kontrollin e prokurorisë së posaçme. SPAK tashmë është subjekt i mbikëqyrës nga KLP, ILD dhe vetë strukturat e tij. Krijimi i strukturave të reja, vlerësimi dhe integriteti pa analizë të mekanizmeve ekzistuese rrezikon të sillen mbi ngarkesë burokratike. Disa rekomandime janë shumë përgjithshme dhe nuk përcaktojnë objektiva të matshëm, institucione përgjegjëse apo burime konkrete, duke rrezikuar të mbeten deklarative dhe jo të zbatueshme. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja prezantoi rekomandimet për drejtësinë në luftën kundër krimit për vitin 2025, ku bën pjesë edhe struktura e re mbikëqyrëse ndaj SPAK. Prokuroria duhet të forcojë mekanizmat për kontrollin e brendshëm dhe llogaridhënien për te procesit betingut. Duhet trajtuar seriozisht çdo ankesë për sjellje të papërshtatshme dhe të rritet transparenca për qytetarët. Rekomandimet janë konkrete, të matshme dhe të zbatueshme. Ndërsa kreu i prokurorisë së përgjithshme u ndal duke evidentuar si problematik kryesore plotësimin e organikës dhe infrastrukturën e prokurorive. Ngritja e seksioneve të posaçme, njësive specializuara kërkon njerëz, kjo relativizon shumë mundësinë e ndjekjes së rekomandimeve. Ndër të tjera, qeveria propozoi që prokuroria të fokusohet vitin e ardhshëm në çështje si respektimi të drejtave të njerëzit, prezumimi i pafajësisë, shmangja e vonesave në hetime dhe forcimi i kontrollit të brendshëm. GKK ka kaluar për gjykim dosjen Partizani me të pandehur Sali Berishën, dhëndrin e tij Jamar Bërmaltezi, si edhe 3 persona të tjerë. Avokatët kërkuan pavlefshmëri të vendimeve të gjyqtares Irena Gjoka, por kjo kërkesë është rrëzuar. Dhe në fakt ka qenë prokuroria e përgjithshme e cila i është përgjigjur interesit e radio-televizionit shqiptar, duke theksuar se ndaj gjyqtares Irena Gjoka po kryhet një verifikim. Pas 7 muajsh, GKK ka kaluar për gjykim dosjen e aferës Partizani me të pandehur Sali Berishën, dhëndrin e tij Jamar Bërmaltezi dhe 3 të tjerë. Ndërkohë që është e vërtetuar tashmë se Irena Gjoka në kohën e vendimarrjes saj për këtë çështje po flasim, për këtë që njohim, nuk ka pasur kushtet për të qenë gjyqtare dhe automatikisht të gjitha vendimet e marra për saj janë absolutisht të pavlefshme, të cilat kjo gjykat një vendim haptazi të padrejtë dhe të paligjshëm në i rrëzoj.
Vendimi u mor nga gjyqtare Fiorella Davidi duke hapur rrugë kështu përballjes së parë të Berishës me gjykatën. Avokatët e të panderëve bën një përpjekje të fundit për ta shtyrë sërish seancën duke kërkuar pavlefshmëri të vendimeve të gjyqtares Irena Gjoka, me pretendimin se kjo e fundit ka qenë e dënuar në shtetin grek, por kjo kërkesë u rrëzua sërish këtë të hënë nga gjyqtarja Davidi. RDSH ka kërkuar informacion zyrtar nga prokuroria e përgjithshme mbi vërtetësinë e këtyre akuzave, e cila ka deklaruar se ndaj gjyqtares Gjoka po kryhet një verifikimi i thelluar. Për interesat të këtij procesi verifikimi, prokuroria e përgjithshme ka kërkuar informacion dhe dokumenta nga institucione të ndryshme, midis tyre edhe nga autoritetet gjyqësore të Republikës së Greqisë nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë. Procesi ndodhet në fazën e verifikimit të thelluar, i cili ende nuk ka përfunduar. Për këtë proces është vendosur zgjatja e afatit të verifikimit. Për dosjen Partizani, asnjë nga të pandehurit nuk ka kërkuar gjykim të shkurtuar. Ish-kryeministri Berisha ndodhet aktualisht në masën e sigurisë detyrim paraqitje për akuzën e korrupsionit pasiv, ndërsa dhën drejtinë në arrest shtëpia për akuzat korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Ish-kryebashkiaku i Kukësit Safet Gjitsi u lirua nga qelia për shkak të problemeve me zemrën dhe do të vuajë pjesën e mbetur të dënimit në shtëpi. Ai ishte i dënuar me 3 vite burg për korrupsion pasiv pas publikimit të një video skandali. Ish-kryebashkiaku i Kukësit Safet Gjitsi është liruar nga qelia me vendim të apelit të përgjithshëm për shkak të problemeve me zemrën. Vendimi u mor këtë të, ndërsa ai do të vuajë pjesën e mbetur të dënimit prej 6 muajsh burg në shtëpi. Gjitsi u dënua me 4 vite e 6 muaj burg për korrupsion pasiv, por pasi përfitoi nga gjykimi i shkurtuar, dënimi u ul në 3 vite. Po ashtu Alma Kaçi, e cila ishte përfshirë në video skandal, u dënua me 12 muaj burg për korrupsion aktiv. Skandali mori një vëmendje të madhe kur u publikua një video ku Gjitsi kryente marrëdhënie seksuale në zyrën e tij me Alma Kaçin. Një ngjarje që çoi në ndërheqjen e tij si kryebashkiak. Gjitsi humbi gjithashtu të drejtën për të ushtruar funksione publike për 5 vite të ardhshme. Ai mori drejtimin e Bashkisë së Kukësit në vitin 2011, duke u rizgjedhur më pas për një mandat të dytë në vitin 2015, ndërsa në vitin 2019, pas publikimit të skandalit, ai dha dorëheqje nga posti i kryebashkiakut. Ekonomia shqiptare poruan në ritme pozitive zhvillimi e nxitur nga besimi i lartë i bizneseve dhe konsumatorëve. Banka e Shqipërisë vlerëson se turizmi dhe ndërtimi po përfitojnë më shumë, ndërsa rreziqet globale mbeten një sfidë për të ardhmen. Ekonomia shqiptare vijon të ruaj trende pozitive zhvillimi, këtë e konstaton edhe raporti i politikës monetare i Bankës së Shqipërisë. Sipas Erald Themelit, drejtori i Departamentit të Politikës Monetare, besimi i sipërmarrjes dhe konsumatorit ka nxitur zgjerimin e shpenzimeve agregate, çka është përkthyer në një ecuri pozitive në sektor si turizmi dhe ndërtimi. E njëjta gjë mund të thuhet për sektor të tjerë. Ndërkohë që sektori i industrisë dhe i bujqësisë, sikur se e kemi evidentuar, vazhdojnë të kenë një ecuri më të ngadaltë, sepse kanë probleme specifike të zhvillimit të tyre. Zgjerimi i shpenzimeve nga ana tjetër ka bërë të mundur rritjen e punësimit e të pagave. Pagat në sektorin privat gjatë vitit 2024 u rritën me afërsisht 8.6% në nivel mesatar, shka ka qenë një mbështetje e fuqishme për rritjen e shpenzimeve të familjeve shqiptare, por çka nga ana tjetër është edhe premis për rritje të kostove të prodhimit të biznesit. Themeli ka një parashikim për ekonominë shqiptare në horizontin e 2-3 viteve të ardhshme. Ne presim që ekonomia shqiptare të rritet afërsisht në linjë me potencialin e saj të rritjes ekonomike, që vlerësohet aktualisht në nivelin 3.5-4%, dhe ky zhvillim i ekuilibruar midis kërkesës dhe ofertës agregate në ekonomi do të mundsoj që inflacioni të kthehet gradualisht në objektivin ton 3%. Për Themelin, konteksti global vijon të paraqesë rreziqe dhe pasiguritë e larta për ekonominë shqiptare, të cilat vijnë si rezultat i konflikteve dhe luftës tregtare midis bllokeve konkurrente gjeopolitike. Dikur për të shkuar nga Shëngjini në Velipoj duheshin 1 orë e 20 minuta, ndërsa rruga e Rez gjatë vetëm 20 minuta. Në gjithë gjatësinë e saj, aksi panoramik përshkon zonat e Shëngjinit, Ranës së Hedhur, Rjollit dhe Lagunës së Vilonit. E hapur vetëm pak javë më parë, rruga Shëngjin-Velipoj ka sjell jo vetëm lehtësim të ndjeshëm të lëvizjes midis dy prej zonave më të njohura bregdetare të Veriut, por edhe një atraksion të ri që po tërheq gjithnjë më shumë vizitor.
Një nga pikat më tërheqëse të rrugës është balkoni panoramik, i ndërtuar mbi zonën piktoreske të Ranës së Hedhun. Ky kënd i veçantë vëzhgimi ofron pamje spektakolare të detit dhe peizazhit natyror përreth, duke u kthyer në një vend ideal për foto, pushim dhe admirim të natyrës. Vizitorët e shumtë që ndalojnë çdo ditë në këtë pikë vlerësojnë investimin si një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të mëtejshëm të turizmit në Shëngjin dhe Velipoj. Sipas tyre, kjo rrugë ka sjellë jo vetëm përmirësim të infrastrukturës, por edhe një përvojë të re për çdo që dëshiron të shijojë bukuritë natyrore të Shqipërisë. Bukur shumë, s'ka qysh, mrekulli. A do vinë shumë turista këtu? Po, patjetër. Për Kosovë që ka nisë. U detyrohem marrë nga Hasi me shku në Shkodër, nga Shkodër me radhë në Velipoj. Do më thënë edhe 25 minuta nga Shkodra e në Velipoj, me shaftu pasaboni në kërvepër. Kamja është fantastike, është një investim shumë i mirë, një investim shumë i rëndësishëm për veriun, për Velipojen dhe për komplet zonën këtej. Panoramike, shumë e mirë, shumë e bukur. Na pëlqeu. Na vim për Shkodër vetëm ne që na pëlqen shumë. Panorama që është këtu. E bukur, e mrekullueshme. Rruga Shëngjin Velipoj, jo vetëm që lidh dy destinacione të rëndësishme bregdetare, por po krijon edhe mundësi të reja për promovimin e turizmit gjithvjetor në veri të vendit. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur sërish të konstituohet edhe në përpjekjen e tij të radhës së 18-ta për realizimin e këtij procesi. Kanë votuar 52 deputet për, kundër 1, abstenime nuk ka. Shihemi me 21 në orën 11, 21 maj. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të konstituohet as në përpjekjen e tij të 18 për realizimin e këtij procesi. Nisma lëvizjes vetvendose për ngritjen e një komisioni për mbarvajtjen e votimit të fshehtë për kandidaten e saj për kryeparlamentare Albulena Haxhiu, sërish nuk ka arritur të marrë votat e nevojshme. Është pikërisht kjo kandidaturë ajo që ka futur organin ligjvënës së vendit në këtë situatë krize, pasi partitë kryesore opozitare kundërshtojnë atë fuqishëm. Bëj thirrje edhe një herë si në çdo rast tjetër, lëvizjes vetvendosje dhe liderit saj zotit Kurti që ta ndrojnë kandidatën brenda kompetencave dhe prerogativëve të saj kushtetuese që ja lejojnë gjatë tillë. Unë kam kërkuar në takimin me të javën e kaluar që në zbatim të këtyre përgjegjësive të drejtohet gjykatës me pyetje kushtetuese. S'po di vesh me propozu për çmim Nobel Albulena Haxhiu për dështimet e një pasnjëshme me plot seanca, edhe pse çmimi Nobel është për të arritur atë. Por vetvendosja akuzoi partitë e tjera në kuvend se me votën e tyre po bllokonin konstituimin e legjislaturës së nëntë të legjislativit. Propozimin atakon neve, edhe derisa dikush nuk ka një arsye të shëndosh që dele kundërshton zonin Haxhiu, na smundemi ju nështru dëshirave të opozitës. Pavarësisht se deputetët janë mbetuar, legjislatura e nëntë e Kuvendit të Kosovës ka mbetur pa u konstituuar, pasi ende nuk janë zgjedhur kryetari dhe nënkryetarët e organit ligjvënës së vendit. Për të arritur paqen mes Rusisë dhe Ukrainës, këtë të hënë, presidenti Amerikan dhe ai rus kanë patur një bisedë telefonike që ka zgjatur rreth 2 orë. Dhe në fakt, mediat flasin për kërkesën e Donald Trump për një armëpushim, ndërsa nga ana tjetër Putin është treguar i gatshëm për zgjedhjen e një zgjidhjeje për paqen. Presidenti Donald Trump foli me presidentin rus Vladimir Putin për gati 2 orë këtë mëngjes, sipas një zyrtari amerikan, një ditë pasi zyrtarët e lartë të administratës u takuan me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski në Rom. Putin tha se telefonata me Trump ishte e sinqertë dhe thelbësore sipas mediave shtetërore ruse. Biseda vjen ndërsa Shtëpia e Bardhë vuri në dukje më herët se presidenti amerikan është lodhur dhe frustruar me të dyja palët dhe dëshiron që konflikti të përfundojë. Ndërkaq sipas presidencës ukrainase, Trump ka zhvilluar gjithashtu dhe një telefonat me Zelenskin. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Caroline Levitt tha se qëllimi i Trump është ta shohë përfundimin e luftës dhe se ai është zemëruar dhe lodhur nga të dyja palët. Ndërsa Steve Witkoff, emisari i Shtëpisë së Bardhë, i cili është takuar tashmë 3 herë me Putinin, ka parashikuar se biseda me presidentin rus do t'i kontribuojë identifikimit të asaj se ku jemi tani dhe se si mund të përmbyllen këto negociata. Rusia ndërkohë shpallej sot Amnesty International, një organizatë të padëshirueshme, çka do të thotë se grupi të drejtave të njerëzit nuk do të lejohet të veprojë në atë vend.
Amnesty International u etiketua të hënës si organizate pa dëshirueshme nga Rusia, e cila ka vendosur të ndalojë aktivitetet e grupit të drejtave të njerëzit në territorin e saj. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Rusisë u shpreh në një deklaratë se organizata me seli në Londër ishte një qendër ku përgatiteshin projekte rusofobik të paguar nga bashkëpunëtorët e regjimit të Kievit. Grupi ka bërë gjithçka të mundshme për të intensifikuar përballjen ushtarake në rajon, duke justifikuar krimet e neonazistëve ukrainas, duke bërë thirrje për rritje të financimeve për ta dhe duke mbështetur izolimin ekonomik dhe politik të Rusisë, shkruhet ndër të tjera në deklaratë. Ndërkaq Kievi Perëndimi dhe ekspertë të pavarur në mënyrë të vazhdueshme i kanë cilësuar propagandë të pabazë të Kremlinit pretendimet e këtij të fundit se po lufton për të denazifikuar Ukrainën. Në faqen e saj të internetit Amnesty International e quan ofensivën ushtarake të Rusisë ndaj Ukrainës luftë agresioni. Të drejtat për lirinë e shprehjes dhe grumbullimit paqësor të qytetarëve mbeten jashtëzakonisht të kufizuara, shkruan organizata në faqen e saj të internetit duke dhënë detaje të përndjekjes arbitrare të grupeve fetare, fëmijëve dhe anëtarëve të komunitetit LGBTQ në Rusi. Organizatat që etiketohen si të padëshirueshme nuk lejohen të veprojnë në Rusi, ndërsa ata që akuzohen për bashkëpunime to përballen me dënime që variojnë nga gjobat e deri tek dënimet me burg. Kemi mbritur në mbyllje të këtij edicioni informativ. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Natën e mirë.